shifra që duhet nxjerr për strukturat akomoduese është shifra e netëve turistike, që do të thotë numri i vizitorëve, i shumëzuar apo duke mbledhur të gjitha netët që kanë fjetur brenda muajit shtator, këta 400.000, që do të ishte jo thjesht 400.000, po në qoftë se unë do të përdor një mesatare 3-4 net apo 5 net, ja ku do të ishte një shifër më e madhe dhe shifra më e saktë dhe më e plotë për të nxjerrë shfrytëzimin e strukturave hoteliere apo për të nxjerrë të dhënat në strukturat hoteliere është shifra e netëve turistike. Dhe kjo deri më sot nuk llogaritet, nuk nxirret. Në ana tjetër, ne pranojmë dhe shohim që në krahasim me vitin e kaluar ka një rritje. A është rritje reale apo është rritur formalizimi? Po nëse informaliteti në Shqipëri në strukturat akomoduese shkon 40-50%, edhe shifrat e rritjeve sinqerisht janë më të pasakta. Por nga ana tjetër unë sinqerisht e besoj që ka rritje të turizmit edhe në krahasim me vitin e kaluar. Nuk besoj nëse në hotele kanë fjetur më pak këtë vit, nëse hoteli X apo Y ka më pak. Janë dhe fatet, apo aktiviteti personal, apo marketingu, apo vizioni, apo mënyra e sjelljes në treg, apo çmimi i njërit apo i tjetrit.